Është 23 vjeç që u traumatizua, jo vetëm nga e thirrura ati, po dhe nga e thirrura tënde, që erdhe sikur të t'i bie me grusht. Ne na ndjek një Shqipëri e gjitha këtu dhe ne nuk jemi këtu as të shelosemi, as në kopë çdo logjik. Ne nuk jemi këtu të sjellim këtë lloj mesazhe. Ti nuk je kështu madje, unë jam e sigurt që ti nuk je kështu. Jo, ai është unë ja kam thënë. Realisht, për ti nuk je kështu. Ti je njeriu që qesh. Juela, ndiz mikrofonin. Nuk i ka hije fare. Në rregull. Ti nuk je ky njeriu, më pse e tregon këtë vetë? Pse e lejon ti? Po, të shkon ty kjo sjellje si shkodran që je me kulturë. Të shkon ty kjo sjellje ti vesh një goce, më fal, po të erdha unë ty këtu. Si goce shkollore? Seline si shkove ashtu i thire, mua me erdhe më thire. Jo, me Selinë që kam shku në gjinit. Edhe do t'ju para, do një mi dollë sot ju në gjinit. Edhe ju gjinit dhe mua dhe ty. Qa do me thënë kjo? Qa do me thënë kjo? Që të mbaj njerëzit. Qa do me thënë kjo? Ose në më kthe pak përgjigje. Nuk ishte normale si ju kthyë dhe kësaj. Nuk është problemi te Eugjini. A nuk e mendojnë ai, nuk Mua e llogarismë atë. Eugjini e meritoi atë dhe unë doja t'i bëja një koment tani që po flisje ti, po t'lash ty. Në që ati thosha, më pëlqen vetë besimi yt. Të njëjtin koment ma bëri mua. Nuk po i del zot Eugjinit. Por Eugjini ka ardhur tu ka të drejtë kjo me një program. Do nga s'moj Lornën, do nga s'moj Senon, do nga s'moj Ilirin. Tani ai nuk e përllogaritë se sa net ke ti pa gjumë dhe si shpërthen Ilirin. Ti e di që unë kam bërë biseda me Ilirin dhe mbrëm ishim bashkë aty, kur fillova bëra diskutimin për pikërisht për Brikin, e mban mend? Që tha jo nuk dua të futem në këtë temë, e mban mend? Ngudon? I fillova duke e vënë me shpatulla pas murit, pas pastaj e lash, thash ika po fle gjumë. Më kupton? Kush? E di, nuk ka rëndësi se